Përshëndetje shqiptarë dhe shqiptare, jemi këtu sot për takimin mes dy perandorive. Përshëndetje shpent dhe audienca e Tru Podcastit nga Tirana dhe çdo vend i botës që na ndiqni. Përshëndetje të gjithë shqiptarët e diasporës, të dy audiencat e televizioneve tona, se fund ditës pjesë e televizionit jemi të gjithë, edhe podcastet. Sot neve kemi zgjedhur të flasim sepse nuk do flasim vetëm për atë takimin, nuk do raportojmë se çfarë ndodhi te takimi. Sepse tashmë e kanë bërë tjerët. As nuk do vemi për arsyet e fillimit të takimit. Edhe për këtë e kanë bërë tjerët. Gjithë ideja është tek fakti pse duhet një agreement, pse duhet një marrëveshje midis dy superfuqive të botës, të cilat retorikën e tyre e kanë pasur super negative kërkëshin njëra tjetrës. Mos të harrojmë faktin që Trump në 2016 tha Kina është problemi, nuk është Rusia, është Kina, armiku jon. Dhe sot ata kanë arritur një marrëveshje ku konkludon në faktin se të vetmet shtete, të vetmet fuqi, të cilat mund të kenë akses për të përthithur të gjithë rezervat e uraniumit në Iran, do jenë Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, me pak fjalë, kanë aneksuar të gjitha fuqitë e tjera. Pse duhet i aneksonin? Pse mendoni se duhet i aneksonin? Do thënë, çfarë efekti mendon se do sjelli? Si do jetë kundërpërgjigja? Në rast parë jam e fuqive të tjera. Në rast parë, në aspektin tim personal, në episodin e parë që kemi bërë për luftën, i pari fare, kur sapo kishte nisur, hamensova në atë kohë se e vetja mënyrë që Amerika ta çojë këtë proces deri në fund është në një farë pike të ulej në tavolinë me Kinën. Dhe thash që Amerika nuk do të tërhiqet, pra shpresova që Izraeli do të ndahej pak nga ky proces sepse ishte i dëmshëm, me aq sa dia në fillim, edhe thash dhe që nëse Izraeli ndahet, Amerika do ta çojë këtë punë deri në fund, pra duke aspiruar të marrë kontroll mbi ngushticën, që e kam thënë që do ta bënte të mundur, shpresoja pa Izraelin, do ta bënte me Kinën. Tani jemi në këtë pikë ku pak a shumë po ndodh kjo, pavarësisht se arsyeja e takimit nuk ishte vetëm për këtë punë, ishin për shumë gjëra tjera. Besoj se këto dyja nëse bën nëse bën një marrëveshje bashk, nuk ka kush i ndalon më. Është thjesht një ndarje e pushteteve, është një ndarje e botës, kanë lozur pak me njëra tjetrën, se duhet ta them loj tani, se loj quhet. Loz pak. Më shave të shava, më the ashtu, të thash kështu, dhe tani thon, "Okej, tani mbasi mbaruam lojën, hajde të ndajmë pjesët tona të territorit që na takojnë në bazë të pushtetit që kemi." Un kam thënë një parashikim ironik që thash në fillim, ai kisha sigurisht me ironi, jo se do ndodhte vërtet, se është absurd ndodhte. Vërtet ishte që Amerika të thoshte Kinës çfarë lehtësimi do nga unë për çështjen e Tajvanit, që ti të më ndihmosh pak mua me çështjen e ngushticës. Që nuk e thash se do ndodhte kështu, po e thash në kuptimin se kjo është loja, domethënë që këto superfuqi bëjnë me këto vende. Si një lojë, që mbledh këtë, të atë. Dhe tani kemi ardhur në atë pikën ku kjo loja duket shumë reale. Dhe besoj se këto të dyja do ta ndajnë botën në frontet që ato kanë dëshirë dhe gjithmonë jo duke e përkeqësuar konfliktin me njëra tjetrën, por duke bërë një konflikt konstruktiv që i leverdis të dyja palëve, sepse asnjëra nga palët nuk mund të jetë mirë pa palën tjetër. I duan njëra tjetrës dhe njëkohësisht janë të dy më të fortët që ndajnë lagjen. Një skenimi një lufte të ftohtë tjetër thuati. Po, me që më përmend termin luftë të ftohtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull janë aktualisht duke prodhuar dhe duke shtuar prodhimin e armëve bërthamore. Jo se i duhen më shumë se ç'kan, por është luftë e ftohtë. Po. Se që të duhet më shumë se ç'ke, kjo është budallë. Si? Si e justifikojnë? Si justifikojnë, nuk e di si e justifikojnë. Është thjesht rritje e pasigurisë në botë. Kjo unë të paktën vetëm këtë retorikë kam dëgjuar. Nëse më shmangu diçka nuk e di, po këtë retorikë kam sigurt që e kam dëgjuar. Si?
Është rritje justifikohet me rritjen e buxhetit mbrojtjes? Rritje pasigurie në botë. Rritje pasigurie. Pra thjesht Si e justifikojnë në buxhet, sepse taksapaguesi amerikan është shumë kapriçoz. Domethënë, me të vërtetë shteti është në luftë me Iranin, po një pjesë dërmuese e popullit nuk do fare që Amerika të jetë në luftë. Apo jo? e vërtet. Aq më tepër në bazë të deklaratës së Obamës, nuk e di a e dëgjove, që reagoi për këtë, po përpisha ta gjeja, po nuk e pas kam faqe të hapur, pas kam hequr si faqe, në intervistën që dha, duke thënë se kemi ardhur në Izraeli ka bërë një lojë të ngjashme që po bën sot kur un kam qenë në pushtet, tha Obama vet, nuk ja doli me mua se sigurisht do i bë reklamën vetes ai, dhe tha që kjo nuk është as në interesin e Amerikës dhe as në interesin e Izraelit si popull flas. Por është vetëm ka qenë në fillim në interesat e pushteteve politike dhe individuale të disa personave. Pra me gjas referenca për Netanyahu. Dhe sigurisht që Obama është një zë shumë i fuqishëm nga krahu demokrat, dhe kjo tregon që një pjesë e konsiderueshme e popullit padyshim nuk e do vendin në luftë, dhe që po vazhdojnë ende shpenzimet e larta për luftën. Kjo është fakt tani. Aq më tepër dhe në një sondazh të bërë për mendimin e qytetarëve amerikanë lidhur me partneritetin me Izraelin, ku është parë po them, njerëzit janë më konfuz. E shikonin më mik dje se sa sot. Dhe kjo lidhet me luftën, se me këtë logjik po e them, se nuk ose po të ndodhte për një arsye tjetër, s'do kisha thënë fare, por për arsye të luftës kjo po ndodh. Kjo thotë që njerëzit për popull, një pjesë e konsiderueshme e popullit amerikan nuk e do luftën, patjetër. Dhe po reagon, Se mendon se është bërë Se mendon se u doli boja, për shembull, u gabuan. Se u soll gjithë kjo revolt. Pse u doli boja? Se u amplifikua kjo lloj revolta. Unë gjithmonë kam thënë paralelisht dy gjëra, që ashtu siç Izraeli ka pasur interesa që kjo luftë ndodhte, ashtu dhe Amerika kishte interesa të saj të cilat ja u shpërndau Izraelit. Pra nuk kam thënë se Amerika nuk ka pasur, por kam thënë se Amerika i shpërndau interesat. Dhe sot boja doli për arsye se ai premtim, nëse mund ta quaj, ose ai objektiv publik, po e quaj objektiv publik, nuk e dim objektivin real, po objektiv publik ishte i pari fare rrëzimi i regjimit. Gjë e cila doli e dështuar, dhe që nga ajo periudhë u bë ajo thyrja e opinionit publik brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dalë kundër këtij shpenzimi të çmendur, e ndjekur dhe nga rritja e çmimeve, patjetër, se populli po nuk u rrit çmimin nuk mëson ndryshe, nuk mëson nga logjika, mëson duke u prekur. Dhe këtu doli boja sepse dhe pika 2 për ta mbyllur ishte kur mbaroi ai armpushimi i parë, ose jo kur mbaroi, kur u thye që ishte sulmi i Izraelit që bëri në Liban, ishte pika 2 ku Amerika doli si në një interes për të vënë paqen dhe Izraeli doli si në interes për të vazhduar agjendat e tij, që sigurisht edhe këta armiqtë e Izraelit në rajon nuk janë të mirët, por ndodhi ndodhi një gënjeshtër. Pra gënjeshtra që na ndodhi ishte se çështja e Izraelit me Libanin, ose Izraeli nuk ishte pjesë e marrëveshjes së paqes, së armpushimit, jo të paqes. Kjo ishte gënjeshtër në fakt, sepse ata ishin pjesë e marrëveshjes, dhe jo vetëm për raportimet që kemi dëgjuar, por dhe është fakt logjik, sepse një luftë e nisur nga dy partner, tani njëri partner të bëjë një marrëveshje paqe pa përfshirë partnerin tjetër, nuk është as e logjikshme njëherë. Po deri dje flisnim me logjik, sot flasim edhe me fakte. Dhe këtu ndodhi përçarja e dytë, pra që ne pas kemi interesa të ndryshëm. E tashmë Amerika është dhe më e detyruar nga presioni i popullit që të vazhdoj vetëm drejt interesave të saj. Deri më tani, nuk e dim çfarë do të ndodh. Pa këto pika kanë qenë. Pika parë për rrëzimin e regjimit dhe pika 2 për armëpushimin kur u prish nga sulmi në Liban. Ndodhur edhe një gjë tjetër. Ndodhur edhe thyrja e madhe që patën me evangelizmin. Pra se si është përdorur religioni
për t'u hedhur hi syve. Dhe njerëzit amerikanët kanë kuptuar që shumica e këtyre familjeve të pasura nuk kanë konspiracion. Shumica e këtyre kompanive, korporatave nuk kanë konspiracion, këta pas kanë gjithë pushtetin. Dhe pushteti që ka i këtyre, të cilët janë hebrej, dhe në thelb e kanë kuptuar që janë përdorur, kanë qenë gojim. Po më para, që kanë ndodhur në Amerikë, kanë ndodhur që po t'ishe musliman, ti shikohesh e etiketohesh si terrorist apo ja. Amerika gjithmonë ka pas një përpjekje aktive për të ruajtur identitetin fetar. Dhe pjesa tjetër është që ura gënjeshtra më e madhe e shekullit 21 deri në tash. Ura si nocion, ura miti i kullave binjake. Ullet binjake tani më janë provuara që janë falsflegu më i madh. Duke u nisur nga disfata që patën në Iran, niset gjithë analiza se si ka nisur në linjën e mesme. Linjën e mesme fillon nga 90-91, lufta e Xhirit Persik, pastaj vim me hyrjen e Amerikës në luftë kundër Irakut, apo ja. Po. Se nisi sepse prezumoi që 2 avion kishin goditur Global Trade Center, a kupton? Ullat binjake. Pas 20 e ca vjetësh vlla. Edhe pas Covidit, se duhet futur dhe Covidi, Covidi shumë veta i groposi, po shumë tjerë i ndriçoi, na hapi syt. Po. Kuptuam që ishte një kurth të madh. Edhe çdo gjë ishte një skenim. Nga këto që na shitet neve në botë ishte një skenim vlla. Dhe këto u mblodhen të gjitha me këtë luftën e Gazës. Urrejtja e madhe që ka nisur kundër Bibi Netanyahu dhe zionizmit politik është Gaza. Tedi, nuk është Irani. Irani është derdhja e gotës. Irani është enough is enough. Nëse është Gaza, po të kishin fituar shpejt, interesi i Izraelit dhe Amerikës ishin që në operacionet e tyre me vrasjen e Ali Khameneit e bla bla bla, kishin rrëzuar, kishin marrë gjithë ato gjërat që po luftoi për të marrë, a kupton? Izraeli madh, nafta, Hormuzi e bla bla bla. E kuptuan që nuk e morën dot, nuk fituan dot shpejt. U plasi kshashka në dorë. Sepse gjanë njerëzit ishin të karikuar me Gazën. 30.000 fëmijët e Gazës janë turpi jonë, turpi shoqërisë tonë. Ne duhet jemi me turp, të gjithë, pa përjashtim. Pakën neve kemi ngritur zërin. Pakën kemi po një gjë plus. Pa lëvizur nga kjo e Gazës, çfarë po ndodh me këto, se kam parë është ky problemi tani i mive, i brezve dhe personave të kafshuar. Kushtet higjienike. Po luftohet edhe ajo luftë është, i lëm pa kushte higjienike. Miu ka sjell murtaje në Europë. Tërkohës miu ka qenë sjellës i murtajes. Është e njëjta gjë, pra është genocid bur. Domethënë ajo që kanë krijuar vet Holokausti, ajo gjë që kanë thënë Holokausti, që vuajmë nga Holokausti, e kanë krijuar vet. Tani po e krijojnë vet. Po vuajnë të tjerë nga ajo që prezumohet se kanë vuajtur këta. Është një pjesë e shkëputur e diçka e lidhur me takimin e Trumpit në Kinë nga Tucker Carlsoni, ku merret me strategjinë e PR-it të Kinës, ku e cila i plotësoi Trumpit një nga dëshirat e tij për të qenë dakord që Irani mos ketë armë bërthamore. Dhe në analizë ky argumenton se është Kina e cila po përdor Iranin për të dobësuar Amerikën. Tani un kam thënë këtë gjë.
Tucker Carlson. Tucker Carlson, Irani, më thënë Kina po përdor Iranin për dobësuar Amerikën. Kina po përdor luftën e Iranit për të dobësuar Amerikën. Dhe nga krau tjetër, që të funksionoj logjika plot, është që nga krau tjetër i thot Trumpit që po Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Mirë e keti. Dhe ky ka bërë një paralelizëm me një ide me çfarë ka thënë ky tani, po flas në fjalët e këtij, thjesht po i them të përmbledhura. Ka bërë një paralelizëm me pikpamjen e Bidenit për Ukrainën. Pra një mundësi ka thënë për të dobësuar një fuqi tjetër globale. Në këtë rast është Kina që ka një mundësi, që është Irani, për të dobësuar një fuqi tjetër globale që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazë të fjalëve të Tucker Carlsonit, të përmbledhura. Kjo tregon vetëm një gjë, që Tucker Carlsoni është aq i famshëm, mund të jetë shumë gazetar i mirë, mund të ketë qenë punonjës i CIA vëlla, po nuk e bën logjikën gjeopolitike sakt. Dhe ka të lloj fame sepse ka një treg shumë të madh me njerëz Homer Simpsona. Sepse këtu nuk flitet më për Iranin. Irani është dëmi kolateral për të treja fuqitë e mëdha. Dhe ne kemi harruar Rusin. Pra ne kemi tre variabla, mundësi variablash. Amerika nuk do që Kina të bashkohet me Rusin. Po. Por Kina dhe Rusia janë armiq natyral. Kina nuk do që t'i japi përparësi Rusisë, sepse e ka armik natyral, edhe ka me zgjerimin e vet do përleshën për Mançurinë edhe për në Siberi, dhe se i ka marrë pjesë Rusia Kinës. Po gjithashtu nuk do që ta hedhin krahët e Amerikës. A kupton? Se po e hodhi Rusin krahët e Amerikës, dëmtohet Kina. Rusia tjetër e di rivalitetin natyral me Kinën, e di dhe rivalitetin natyral apo dhe artificial që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kurse si nuk do t'i donte të dyja fuqitë e mëdha në kurriz vetin. Po kupton shpenet? Patjetër. Të tëra luajnë për të dobësuar njëra tjetrën dhe të tëra po përdorin Iranin. Tani problemi është ekuacioni dihet. Amerika e di që duhet lëj, Kina e di që duhet lëj, Rusia e di që duhet lëj për të marrë. Dhe po ta ndjekësh pikat e xijis në takimin me Trumpin, se nuk është vetëm kjo një nga pikat, kjo është një nga pikat. Xija është tërhequr në mënyrë absolute nga Tajvani. Çështja e Tajvanit nuk diskutohet, a kupton? Edhe këtë e ka thënë Chuen Lai me kohë. Kina dhe Tajvani janë aty, si para 5 vjetësh, si pas 5 vjetësh, si pas 50 vjetësh, si pas 500 vjetësh, Kina dhe Tajvani janë aty. Pra Tajvani është pjesë e Kinës. Do ta zgjidhin apo nuk do ta zgjidhin si Hong Kongu, nuk di të ta them se nuk jam Nostradamus. Por di të krijoj skemat se si mund të operohet. Shtetet e Bashkuara e din shumë mirë domethënë që nuk mund të luajnë tërë kartat e superfuqisë të madhe, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë humbur luftën thonjza, nga që kanë humbur unipolaritetin. Më kupton shpenet? Po. Bota më nuk është unipolare. Dhe për një njeri për një shtet i cili ka pas të gjitha dhe ta ndaj me të tjerët, kjo është humbja, jo shkatrimi. Se njerëzit mendojnë humbja Amerika, po çfarë Amerika, do vdesin për bukta tash, u vran ushtarët jo vëlla, jo. Humbja është ti ke humbur prestigj. Pra, nëse 2001-shin nga 91-shi me rënien, nga 89-a me rënien e murit Berlinit, me shkatrimin e Bashkimit Sovjetik, me deri në 2001-shin, në fal 2001-shin, po 2001-shin 11 shtatori, Amerika ishte fuqia më e madhe e botës, apo ja? Kishte fuqi tjetër si Amerika. Sot detyrohet që ta ndaj me Rusinë dhe me Kinën. Kjo është humbje për një fuqi që ka qenë unipolare. Është fitore për Kinën, sepse Kina tani më po ulet si fuqi botërore në tavolinë të diskutimeve, por nga ana tjetër
duhet me pas strategjin, a e ka strategjin kontinentale bregdetare dhe bregdetare kontinentale Kina? Sepse ngushtica Hormuzit i ka lindur nevojën që të ketë edhe flotë të madhe për të mbajtur korridoret detare. Sepse u pa që një ngushticë e Hormuzit bllokon 25% të trafikut botror të naftës. Edhe për një kohë gjatë edhe qipat. Nuk mund. Ai është Tager Carlsoni me këtë lloj analize, unë e kuptoj shumë mirë. Do me bë një analizë për ta vendosur shtetin amerikan presion e gjithë drejtën e botës. Po në spektrin tim vlla, kjo analizë nuk është e saktë. Nëse do me bë analizë gjeopolitike, aty nuk është për të vendosur kujën, po e përdor Kina Iranin për të dobësuar Amerikën. Pse Amerika për çfarë po e përdor? Nuk e përdori Iranin për të dobësuar Kinën? Amerika nuk i ra Venezuelës për t'ja hequr Kinës kontratën? A i ra? Patjetër. A i vendosi sanksione ekonomike Rusisë? Ja vendosi. Tani ju lutë si klysh. Europa dhe Amerika po i lutën, i kanë hequr sanksionet me Amerikën, edhe pse as i lajmi i botës nuk i jep. Nuk ka më embargo për naftën ruse. Po, por kjo nuk është për gazin rus. Kjo më duket shumë reciproke, sepse dhe situata brenda Rusisë po bëi shumë keq. Rusia para ca kohësh bëri tërheqjen e parë se nga që e ke vetëm mos bërtit, sepse më del zëri, pra nuk më vjen zëri pastër. Nuk e di pse, po. Atëra. Ideja është këtu. Rusia normale më ka vojtur se sanksionet për vojtë janë. Po ndryshe nga Amerika dhe Europa, që kanë më decentralizim, që nuk i mbajnë dot njerëzit, fillojnë shtresa mesme revoltohet, se ashtu është i ngritur sistemi. Po. Rusia nuk të lutë dhe thamë hi sanksionet. Rusia të vendosi çmim edhe në heqjen e sanksioneve të veta, edhe duket e trajtuar me fisnikëri, me idenë që erdhe ti tek unë. Pra ti mua më ke bllokuar burimin vlla. Unë nuk kam ujë, po vuaj nga thatësira. Po një ditë bukur ti më thua mua, hape çik derën në burse do të cjell ujin se ja futa vetes. Po ti nuk e, unë nuk thjesht ta hap derën ty. Edhe të kuotoj. Do të lidh mirë. Tani këtë ujin që ma ke munguar ti, unë që do ta marr 10 fish. Po kupton shpenin? Atë ta shohim pastaj. It's nothing personal in geopolitics. It's just business. Është biznes. Flasim për qipa, për naftë, për uranium, për bursë, për gjitha. Janë thjesht 3 korporatat më valla. Korporata kineze, korporata amerikane dhe korporata ruse, të cilat janë takuar po lidhen për të ndarë botën. Po kërkoja këtë informacionin, pra në 2025-ën Kina ka bërë fushatën ushtarake pranë Tajvanit më të madhe nga 2022 me mbi 2000 anije të detektuara rreth Tajvanit. Në 2025-ën dhe kjo është më e madhja që kemi që nga 2025 dhe deri më sot. Pra nuk kemi pasur një reagim të Kinës vitin e luftës, që është 2006, për shkaktuar një presion mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke bërë të mundur një flot ose një si shprehet fushat ushtarake, ajrore detare apo shumë shka tjetër, më të madhe se çka bërë para luftës në Tajvan. Pra e shoh Kinën, diplomacinë e Kinës e shoh shumë të qetë. Si ma shpjegon këtë qetësinë e Kinës? Më duket shumë e matur Kina. Është në kulturën e tyre politike. Ata nuk është se kanë vojtur ndonjëherë për të qenë qendra e botës. Ata thjesht kanë qenë qendra e botës vëlla. Domethënë, te libri që un kam i Kissingerit për Kinën, që e kam lexuar.
çdo pushtues që vinte gjatë historisë në çdo epokë të mundshme, të dokumentuar, çdo pushtues që vinte për të pushtuar Kinën, nuk vinte për të pushtuar Kinën vëlla, po vinte për të shpërhapur kinezërimin. Domethënë, ai vinte merrte Kinën për ta zgjeruar po prap Kinën. Pra unë të vi, më thënë, siç thot shpendi ty, siç vajti Mehmeti II Fati në Konstantinopol. I theu muret dhe rregulli i parë që ka dhënë është ndërtoni qytetin nga e para, se nuk është plaç lufte është. Tu do vendoset qendra e perandorisë time. Pra një fuqi e madhe te kultura Ashtu ka qenë atyre. te Kina. Dhe problemi i Kinës, me sa kam lexuar unë atë se mund të googullosh atë, mund edhe mos jesh dakord, a kupton se ky është i gjithë veprimtarisë e studimeve të mia, si e kam kuptuar unë. Problemi që ka Kina është interior, është i brendshëm. Pse? U duhet menaxhimi burimeve njerëzore sepse i kanë të pashtershme. Po kupton shpenin? Domethënë Kina, problemin e vetëm ka kontrollin e trurit të gjithë atyre që janë kinezë. Sepse ajo lloj makinerie nuk mund të funksionojë në demokraci. Me demokraci Kina nuk është më Kinë. Prandaj kultura atyre politike është në 2015 Xi Jinpingu është shpallur presidenti i përjetshëm i Kinës, pra me pak fjalë perandor kinez pa kuror, edhe pa drejt trashëgimie. Domethënë, ma thojti mua kush është presidenti i përjetshëm në një republikë popullore. Edhe vetë Enver Hoxha që ishte zoti këtu, na bëri gjithë për budallënj, na tmerrojnë, na sakatoi, edhe ai ishte kryetari i presidiumit popullor, a kupton, kishte një lloj mandati, edhe pse votoheshin 104, votonin edhe të vdekurit. Kina e ka heq këtë. Në 2015 me një amendament parlamentar, Xi Jia nuk do bëhet më zgjedhje për president sa të jetë ky gjallë, është i përjetshëm. Pra, problemi vëlla është që duhet të kontrollojnë të brendshme, pra duhet menaxhojnë burimet njerëzore, e para. E dyta, është kulturën politike kineze, e cila është e shtrirë me sendërtime, është me shtresa, si thot shpendi ty, ka shumë shtresa, do të thotë shoqëria e tyre është e kalcifikuar, e kanë kaluar ata feudalizmin në tërësi, nuk kthehen më tek feudalizmi si epokë, se e kanë kaluar në tërësi, është kolauduar. Deri më tash kanë treguar që ata kanë krijuar flotën më të madhe të botës, dhe po prap ai perandori që e krijoi e ka djegur. Dhe Kina geostrategjikisht dhe geopolitikisht është i vetmi shtet i cili plotson të dyja komponentët. Fuqi kontinentale bregdetare, fuqi bregdetare kontinentale. I plotson të dyja. Edhe vetë libri për Kinën i Kissingerit e hamëncon këtë pyetje, thotë, po si ka mundësi një shtet kaq i fuqishëm me flotën kaq të madhe nuk ka qenë kur fuqi detare? Sepse ti e di shumë mirë që fuqia detare, sidomos nga shekulli 14 deri në shekullin e 19 ka qenë tregtia më fitimprurse e botës. Edhe kush zotronte detrat ishte mbretëresha e botës, prandaj jo më kot Mbretëria e Bashkuar quhet mbretëresha e botës. Tani me sa shofu në optikën time, ka ndodhur, kemi ardhur në një stres tjetër të botës. Pra Kina tani po e shef botën në konkurrencë me veten. Sepse Kina kur nuk e ka parë konkurrencën me botën. Kina e ka pas gjithmonë konkurrencën e brendshme. Si të rritet dhe si të vaditet Kina. Nuk ka pasur synim ekspansionimi më shumë se çka patur. Hiq vetëm fillimin, domethënë hiq vetëm luftrat mes kamve, mes luftën civile, pra, kur ndahen tributet dhe vriten me njëri tjetrin për të kapur një lloj pushteti. Kur është ngritur si dinasti pastaj, ka vazhduar me atë lloj kultura. Dhe me sa shofu unë kemi ardhur në një farë stadi që Kina tani më do që të zotrojë dhe tetrat, sepse është në konkurrencë të hapur me Rusin, me Japonin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me çdo fuqi, me Britaninë e Madhe. Dhe fakti që këta i shikon si rrezik,
Nuk do të thotë që s'duhet të ulen me njëri tjetrin. Në politikë dhe në diplomaci ti ulesh me armiq më shumë se sa me miq. Nuk e di sa i qartë ishta për ty apo për Qusit. Jo, ishe i qartë edhe ishe i the gjërat në radhën e dur të logjikës. Unë kam e kam të paqartë sepse e dëgjova ç'është vërteta, po dëgjoja një intervistë të dritanit, kolonelit. Dhe nga ai e dëgjova dhe pastaj hyra kërkova pak vet, po s'kisha shumë kohë të kërkoja vet për zjerimin hekurudhor që Kina do të bëjë lidhjen me Iranin. Që është patjetër një maks për Amerikën, jo vetëm për që do mundsohet lidhja, por edhe për sepse kjo lidhje hekurudhore nuk ka asnjë arsye pse të përdori dollarin, domethënë, patjetër, që është Kinë, Kirgjistan, Taxhikistan, Afganistan dhe pastaj Iran. Tani unë nuk e kuptoj. Këtë dua ta paralizoj pak edhe me qëndrimin e Trumpit me Kinën. Pra, shkoi aty, mori atë fjalën që donte të dëgjonte për armët bërthamore dhe Kina i tha në një mënyrë shumë të zbet që nëse ka ndonjë mënyrë për të ndihmuar për hapjen e ngushticës do ta bëj. I konfirmoi mos përfshirjen, nuk do ta ndihmonte Iranin në asnjë lloj mënyre. Dhe ndërkohë, paralelisht me këtë, bëhet dhe kjo hekurudha dhe Kina vazhdon të jetë e qetë në ato synimet e saj, pra qëndron pa e nxjerrur gjakun, thotë ju bllokoni atë, unë hap, pa ju bllokoni derën, unë hap derën e pasme. Ju bllokoni dritaren 1, unë hap dritaren 2. Dhe ju vazhdoni, bllokoni me njëri tjetrin. Tani, si është kjo marrëdhënia mes Iranit edhe Kinës? Sepse diskutohet shpesh. Pra për shembull, një argument ishte ai që dhe ti. Një argument tjetër ishte ai që do të ndrisi Tucker Carlsoni. Pa shumë argumente janë synojnë për të analizuar si është marrëdhënia e Kinës me Iranin, si Kina e do Iranin të sillet, me fjalë tjera. Dhe ndërkohë Kina duket sikur i ka zgjidhur punët me Iranin çado që të bëj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E tani është një edhe para se ta mbyll të, edhe për atë që the, pra që Kina sot ulet në tryezë si një superfuqi, i cili është një faj i vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e kanë lejuar këtë që të ndodhi, sepse kjo është ta lejosh të ndodhi. Edhe është neglizhencë. Proces. Është proces. Tjetër është proces. Është një proces. Napoleoni për Kinën, Napoleoni kur nuk ka pasur intencione me Kinën, apo jo? S'kemi pasur një shekulli 19 ndarje midis Indjes dhe Perëndimit. Ka qenë vetëm luftë Europa, luftë Azia, po me veten e vet. Napoleoni aq vizionar ishte sa ta. Kina është i dragua, që është i fjetur. Neve bëjmë mirë mos ta zgjojmë. Ka thënë Napoleoni vëlla. Tani ai korsikani 1 metra e 1 qofte, vlende sa 100.000 ushtar prusian dhe rus, ai tek pull. Aq i zoti ka qenë. Kur e thoshte ai që ka fituar shumë luftra, që Kina është përbindesh, është dragua i madh, është në gjumë, ta lëm aty të gërhasi. Se po hapi syrin, edhe u zgjua ka uri. Ne duhet të jemi, shikojmë, neve ja vendosim fajin Amerikës o teti, po nuk e ka fajin Amerika, po. E kanë fajin lobet që drejtojnë Amerikën. Jo, Amerika është një trup i cili është... Po Amerika ka fajin tani që Kina krijoi varësi në Amerikë. E kanë korporatat amerikane dhe hebreje bashk, hebreo-amerikane, që kanë po vetëm biznes. Po pse intereson të hebrejve që Amerika të ishte e varur nga Kina? Si? Pse u intereson korporatave të hebrejve që Amerika të varur nga Kina? Apo thjesht për short term profit të tyre? Që të kuptojnë, shikojmë, ne po flasim për bankat, kur themi ata, është sistemi bankar. Domethënë, gjithë ideja që ai lidh Amerikën me Kinën janë bonot e thesari që kanë borxh te njëra tjetra, kupton shpendën? Edhe këto bonot e thesari që ka borxh Amerika te Kina
Janë e banka apo jo. E vetmja ur komunikimi ekonomike është banka. Tani ne dim që Amerika është një korporat bankash. Edhe Britania Madhe është korporat bankash. City of London të gjitha me radhë. E dim shumë mirë që nga bankat është në kredi gjithë bota, apo jo. Biles po ti kesh lekët tua të fajton ty pse nuk e ke marrë të kohë se ti si deklaron dot, se duhet me i kalu çdo punë që bën në shtet, që taksohesh tek ta, kupton? Dhe vetmja mënyrë është që kur kjo banka ta shteroj komplet atë, e si puna kërpushës vlla. Ja ka pirë gjakun Amerikës. E dopson, e futet në trup tjetër. Problemi është që me Kinën i kanë gjetur sharra në gosht. Me Kinën dhe me Bashkimin Sovjetik i kanë gjetur sharra në gosht. Me Bashkimin Sovjetik nga 45-a, 53-shin me Stalinin, që i përndoqi, dhe pastaj me krijimin e Mao Zedongit. Edhe Mao Zedongi i përndoqi, i përdori dhe i përndoqi. Në 2015, te ky libri këtu, Doktrina Shok, ti e ke që në 2015 Xi Jinping përjashton mrena 24 orësh Fondacionin Shoqëria e Hapur nga Kina. Mrena 24 orësh. Çfarë do të thotë? Kush është Fondacioni Soros? Kë paraqet Fondacioni Soros? Kë përfaqëson Fondacioni Soros? Bankierët pra, filantropët. E nxorën jashtë vlla, është non grata në Kinë. Çdo gjë që ka të bëjë me shoqërinë e hapur. Sepse këta e kanë përdorur si kurth Amerikën vlla. Nuk e kanë dashur në Amerikën, thjesht duan kalojnë legët nga një vend te tjetri, pra ne jemi gojimët e tyre. Nëse ne nuk e kuptojmë që jemi gojim. Sot pas 30.000 vjet është prarë në Gaza fëmijë. E pas mijëve, e pas degenerimit, e pas Hollywoodit, e pas Jeffrey Epsteinit, pedofilëve që vrasin fëmijë gjithë me radhë. Jo. Të vazhdosh prapë ta quash mos ta çosh mendin atje, kur të kam mbyllur si klysh në shtëpi për botën 2 muaj. Dakor, po mos t'i marrim të gjitha. Rrim pak te kjo. Tani, kjo është e vërtet, kjo marrëdhënie bankare, po nga krau tjetër është faji i politikave ekonomike që kanë lejuar varësinë. Pa këto tarifat. Po s'është ishin tentative të Trumpit për të luftuar varësinë. Tani, tani lind pyetja, nuk ka rëndësi si sa sukses si u bë, ishte tentativë për të luftuar varësinë. Tani lind pyetja, para këtij mandatit të Trumpit, sa tentativa janë bërë nga presidentët e tjerë, nga Bideni për shembull, për të luftuar varësinë që Amerika po krijonte nga Kina vit me vit. Sa tentativa janë bërë? Nuk kanë bërë sa ç'duhet. Pa Kina e ka lejuar, Amerika e ka lejuar të krijohet kjo varësi. Dhe sot tani çohet Trumpit do ta zgjidhë brenda ditës, nuk e bën dot patjetër. Edhe detyrohet nga nuk kalon, nga nuk kapet, merret me Kanadan sepse i duhet dhe Kanadaja që i merret me atë, merret me këtë. Pra, gjithë kjo gjë, pa sa kanë qenë politikat amerikane që Amerika të bazohej mbi prodhim vendas. Kjo është pyetja. Pastaj është edhe ajo pjesë që thua ti. Dhe ky është faji. Amerika nuk ka punuar për Amerikën. Që në 63-shin, që të zhvrar JF Kennedy me rezervat federale, jeni kthyer në konsumator më McDonald's. Homer Simpson, kur unë t'i përdor metafora ti qesh vlla. Ky është Homer Simpsoni më. Në Amerikë vrasin to shikoj se nuk ka ekzistuar, fillon how dare you. Kupton? Që nga ty ka filluar qenë e mace e gjitha, ktheu vajz burr, qenë që aty, qenë në Washington vlla, qenë në New York kanë filluar, se nuk kanë filluar në fshatrat ne otomanistë të Shqipërisë. Qa preti vlla, kur e keni votu vetë? Kur i keni vajtur Bill Clintonit e Hillarit e gjithë me radhë, i keni vajtur nga pas se ky e bën Amerikën se do na bëj. Qa presin amerikanët? Kur të gjithë i keme Rosenberg, i keme Berg të gjithë lidhe me hebrejt. Po mirë, ti thua që ky lobim ministrat e tu, qa preti vlla? Ti thua që ky lobim ka punuar dhe punon që të bllokoj politikat që duan ta përforcojnë prodhimin vendas amerikan?
vetëm lobin e tyre, sepse ata bëjnë një gjë vlla që ne nuk e bëjmë. Neve gojimët nuk e bëjmë vlla. Ne jemi në luftë me njëri tjetrin. Ata financojnë gjithmonë dy anë. Rrisin probabilitetin ata vlla. Ne bëjmë politik. Nuk e shoh kundër tyre rritjen e pavarësisë së brendshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës në aspekt ekonomik flas. Ku ti plasi për Amerikën ata? Vazhdon akoma ti flasësh kush Po nuk i intereson ta kundërshtojnë këtë gjë. Si i prish punë kjo atyre? E zëm u bë. Kush të bëhet më? Amerika të jetë e pavarur ekonomikisht, të ketë më shumë prodhim vendas, të ketë më pak produkte që i ka të varura nga Kina, edhe nga shumë shka tjetër. Si i prish kjo punë këtyre? Po s'është. Sepse në qoftë se nuk është nga Kina vlla. Dhe këta marrin takt nga ajo e Kinës, po e krijuan vet. Fuqizojnë dhe nuk i duhen më këta. Ç'është ka për logjik këtu? Ç'o mos kuptosh këtu? Po ta shpjegoj me moll vlla. Unë ti dhe Mandi. Ti ke interes që unë të marr mjetet e mia të Mandit. Unë krijoj varësi nga kjo. Por ti nga ana tjetër merr përqindje nga Mandi apo jo? Të duan edhe Mandi ti ket. Në këtë mënyrë ti po furnizon Mandin. Dhe po mban të garantuar përqindjen tënde nga nevojshmëria ime. Në momentin që unë krijoj pavarësi nga Mandi, që më jep mjetet ku merr ti përqindjen, nuk më duhesh as Mandi as ti, bëhesh i padobishëm vlla. Po nuk është kaq që nuk është rasti kaq që izoluar, se pushteti i tyre nuk është vetëm tek kjo përqindja. Pushteti i tyre është në shumë gjëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pushteti i tyre është vetë tentativa për të përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në interesat e tyre. Dhe duhet një Amerikë e fortë. Je kujtuar vlla, je kujtuar shumë vonë si popull ti vlla. Je kujtuar 90 vjet me vonesë. Ta kanë vrarë presidentin dhe mendoj se ta kanë vrarë Lee Osborne. Të shiqot do pagush çmimin kolegës. Të fus një deklarat. Shikoj, një sekond. Kur ata flisin për përqindje, për korporata, ti ishe shumë e zënë me luftën e dytë botërore me Dolfin. Do fshije Dolfin nga historia dhe. A kupton? Kur të erdhi presidenti që e kuptoi, i tha zotria JF Kennedy, duhen mbyllur këta vlla se po na fusin bankruptcy. Tu vra presidenti i Amerikës nga një fshatar, Lee Oswald, piles aq e turshme ishte, sa u vra dhe Lee Oswald nga një mafios që ishte rus, tani pas ka dërguar dhe KGB-ja. Për ta vrarë në sy të njerëzve Lee Oswaldin që mos jepte dëshmi. Në atë moment, Banka Federale e Shteteve të Bashkuara ka blerë Amerikën o vlla. Jeni borxh Bankës Federale të gjithë. Ju nuk keni shtet, jeni korporat. Dhe kjo korporata ju ka qelluar ca CEO malinj. Dhe jeni shumë vonë të kërkoni pse kur ishte Homer Simpson dhe Margaret Simpson me femurën në tru. Shikonit Friends, shikonit Beautiful nga 70 vjet soap opera. Se shpa i shpendit vlla, apo i joti, apo i tjetrit. Kjo çmimi kolektiv po vojnë ne. Kemi zëngjineve në parlament. Mos dalim akoma të ajo. Se do dalim aty. Siç është mëkati. Po ende aty. Një Amerikë e varur është një Amerikë e dobët. Ata nuk e duan një mjet të dobët. Ata duan një mjet të fortë. Ti kush e që? Si? Po pse ti mendon se është vetëm një mjet i tyre është vetëm një mjet kanë ata? Mjeti më i fortë që kanë. Po nuk ka një mjet më të fortë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për ty vlla, kush je ti që di mjetet e tyre? Na ilumino dhe neve, se kemi kaq vite që kërkojmë mjetet e Amerikës janë shteti më i fortë që ata mund të bëjnë. Po Rio Tedi tani se po kush është? Mos më fol me historia dhe gjeografia klasës 7 vlla, jo niveli i klasës 7 matematike. Si nuk kanë vetëm një mjet ata, nuk digotomia i mban gjallë o zotri. Sistemi bankar e mban gjallë digotomia minimalisht. Do përplasje, kjo është logjika. Po pra, po nuk është të thash. Do përplasje, janë sistem.
mund të jenë sistem sa të duan, po nuk ekzistojnë dot pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se nuk është rasti izoluar, i duhet ushtria e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, i duhen shumë gjëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjë lloj gjoje nuk është e juaja. As edhe një lloj gjoje nuk është e juaja. Mbrojtjen e marrin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë janë Shtetet e Bashkuara, ata janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai pagu është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shteti i tyre a merr mbrojtje nga Amerika dhe para për buxhet në mbrojtje. Mbrojtje pra ushtarake. Ata i printojnë. Ore printon Amerika, o Tedi printon Amerika lekë. Ora dakord, Izraeli nuk i bën dot operacionet ushtarake vet. I duhet i përputhet me Amerikën që t'i bëjë gjërat, se nuk e ka fuqinë për ta bërë vet, nuk ka ushtri për ta bërë vet. Ti ka mundësi që Amerika i është përputhur çdo lloj lufte që ka bëjë Izraeli në rajon. Si ma shpjegon këtë dhe? Lobimi tyre pra, se i duhet Amerika pra, po lëre sistemin pra, është Amerika bërthama e sistemit. Dhe i duhet një Amerikë e fortë edhe atyre. Ta kontrollojnë, po, ata kanë interesat e tyre. Kush është Amerika, valla? Kush është Amerika për ty? Duhet me rënë njërë marrëveshje fjalësh me njëri tjetrin. Në ç'kuptim kuptim? Qa është Amerika për ty? Se thua kështu Amerika. Kush është kjo Amerika, valla? Aty pra kanë lobimin, ata. Qa është Amerika? Më shpjegoj që këta është kjo Amerika ku këta pas kanë lobimin. Qa institucioni është Amerika? Kongresi? Gjukata? Presidenti? I kanë të 4 tavla. Kush është Amerika tash? Apo bankat? 5. Këta kanë kontrol të madh, nuk kanë kontrol plot. Por vetë ato më zotëri, zgjedhin presidentin, zgjedhin ushtrin, zgjedhin senatin, zgjedhin kongresin, zgjedhin nuk diet bankën federale, gjykatësit i zgjedhin këta. Domethënë janë të gjithë me berg në fund vëlla. Po ti shikosh, si tani shikoj se janë të hapura. Të gjithë e kanë një lidhje me. Po pse nuk e kanë ata e kanë për sa kohë që ruhet. Ata e kanë për sa kohë që ruhet besueshmëria në popull që ata janë alat. Sot besueshmëria në popull që ata janë alat është më e ulët sa çka qenë dhe është në rënje. Nuk e dim të shohim se si do ndodhi, nuk e dim si do shkojë deri në fund kësaj situatës së luftës. Për sa kohë që ata kanë ruajtur dhe e kanë ruajtur vërtet një besueshmëri në popullin amerikan si alat, ata mund t'i kapin këto institucione. Ditën e parë që kjo besueshmëri nuk do të jetë më, nuk i kanë dot më as këto institucione, se këto institucione mbahen nga disa mikrofaktorë poshtë, që janë faktorë të decentralizuar, që ndahen në 50 shtete. Ndahen në ato senatorët e shtetit, në senatorët lokal, në shumë gjëra që mbahen piramidën, dhe kjo pjesa poshtë e piramidës shkon të njerëzit, është e varur nga vetë populli. Dhe ky ka qenë populli i cili i ka neglizhuar ata deri më dje, ka thënë se këta nuk bëjnë gjë. Sot kjo gjë po ndryshon pra, sepse nuk po i shohin më një pjesë e madhe si aleat kryesor, edhe nga vetë kampi republikan, siç kemi parë dhe dorëheqjet edhe daljet kundër edhe rebelimet brenda kampeve që nuk i kishifnim deri më dje. Pra sot nuk funksionon dot më ajo. Sepse ata nuk mund të kenë sot stabilitet, mund të jenë duke fituar ndeshjen, mund të jenë duke humbur, nuk e dim, po nuk kanë stabilitet, nuk janë 6-0. Mund të jenë 6-5, mund të jenë 6-6, pak rëndësi ka. Dhe kjo është evidente sepse është hera parë që ndodh një përçarje kaq e madhe të e interesave në mënyrë kaq evidente. Pra kur ka ndodhur ndonjëherë kaq hapur, më thuaj, kur ka dalë ndonjëherë kaq hapur. Gjithmonë njerëzit që flisnin për këtë punë quheshin konspiracionist. Sot është bërë evidente, nuk janë më konspiracionist. Unë mendoj vllai që ka një lloj logjike, edhe duhet njohësh për të folur për një sistem, duhet ta njohësh sistemin njën. Duhet ta njohësh se si operojnë vlla. Nuk mund të flasësh dot me një logjik, po jo se u duhet kjo. Se ata s'kan vetëm një. Gjithë gjëja është te portofolet. Ka ardhur momenti që po u zgju ky biznesi më i madh dhe u fuqizua sa të bëhet Frankenstein dhe mos ketë nevojë për mua më mirë mos të ekzistoj.
ose do psohet. Është çështje nivelimi. Pastaj këtu ndajemi bashkë në mentalitet, se si e shikojmë botën në perspektivë. Unë nuk e shikoj botën si 1 dhe 2 bëjnë 3. Për mua është pak më e gjerë bota. Kështu që s'di çfarë them te kjo pjesa, di të them vetëm një gjë që logjika është, edhe është brenda logjikës. Është brenda logjikës, prandaj po ndodh gjithë kjo metamorfozë brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po këtu dolen kontradikt tani. Sepse thej që nuk më intereson, pra sigur e thon ata, nuk më intereson që ky biznes të rritet dhe të gjerohet dhe të bëhet i fuqishëm dhe mos ketë më nevojë për mua. Ndërkohë para kësaj tham që ky biznes janë vetë ata. Pse mos t'i interesoj atyre që biznesi vet mos bëhet i fuqishëm? Se në fillim thej që ata e kontrollojnë këtë biznes. Ku e krijon këtu i demër Tedi tash? Je këtu si e vllasen. Ku e peti kontraditën tek gjërat vlla, apo duhet më ju kthy prapë se nuk kthehet në televizion gjëra vlla. O e kupton dhe mbash time, ose mos i ha fjalët vllai. Se të thash në rast parë ky është biznesi këtyre. Dhe këta nuk kanë vetëm biznes, ta shpjegova me moll, unë ti dhe Mandi. Tani gjeti se kush është Kina vlla, ti si ta shpjegoj ndryshe tjetër unë. Po e marr, jam dakord me këtë. Kuptoj ti vlla, është biznesi, nuk është institucion, biznesi është procesi. Likuiditeti është proces. Është biznes, nuk është bleva tharsen. Dhe është e imja, nuk është biznesa. Biznesi është procesi vlla që ndodh, shkëmbimi. Dhe unë po të them që këta nuk kanë vetëm Amerikën, këta i kontrollojnë të dyja. Dhe luajnë, sepse du me nivelu, se si janë interesat. Kina ka më pak pompim të brendshëm në raport me Amerikën. Po ka sisteme të hekur se sa Amerika. Po kanë interes. Po thuaj që kanë Po një. ta bësh pyetje sepse interesi i tyre është ekzistojnë. Sepse janë një shoqëri e cila është dëbuar nga çdo lloj shoqërie tjetër gjatë gjithë historisë. Po. Në ADN-n e tyre që ata të mbijetojnë. Prandaj i bëjnë këto zgjedhje. Ata kur nuk mund të rrinë një shoqëri sepse vjen një pikë që ajo dhe këta dhe shoqëria heterogjene, jo si këta, përplasen dhe kanë ndodhur që këta janë dëbuar. Apo jo? Po. Tash pse të duket që ndodh në 2026 prap ky procesi, se s'po të marr vesh. Ky Ka në atë procesi pikë që këta janë bërë për të dëbuar. Prandaj amerikanët janë ndezur kundër këtyre. Sepse ka ardhur momenti dur për t'i dëbuar. Prandaj ne flasim agjendash popullimit, na dëbuan neve që të vinë të dëbuarit. Po okej. Kjo po me këtë jam dakord. Ata kanë një pozicion globalist, edhe duan këtë shkëmbimin se kanë kontroll nga të dyja krahët. Dakord jam unë me këtë. Po flamurin kryesor deri tani për ta është mbajtur nga Amerika, nga brenda Amerikës. Pastaj lëmë diçka se dua ta fus pak një deklaratë të Netanyahut, një çmenduri tjetër, i cili deklaroi se aspirojmë të jemi të pavarur ushtarakisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra gjithë këto operacionet t'i kryejmë vetë, si Izrael, tha Netanyahu. Diçka që mua më duket çmenduri, nuk e di si duket ty. Deklarata e Netanyahut. Ose qëllimi i deklaratës më saktë. Unë nuk i shikoj, nuk i ndjek psikopetrit valla. Ai është psikopat proaktiv që merr kënaqësi nga vrasjet vllai. Merr kënaqësi nga gjë, nuk merren fare me vrasjes fëmijësh, nuk i dëgjoj fare. Ta them shumë sinqerisht. Ka një lloj verie patologjike domethënë atë tipin. Për analizuar situatën tëmë. Domethënë, po të dëgjosh atë kupton se sa të ndyrë janë. Kaq. Ai bën për pushtetën vetëm patjetër se i duhet mbaj karrikën atje. Dhe mos shkoj te burgu.
Se di unë që do të bëj, po ai nuk mund ta bëj dot, nuk mund ta mbaj dot karrigen me gjakun e fëmijëve vëlla. Ka shumë Jo, mënyra më dakor. burrërore për të mbajt. Kështu që do të puna më thoi një diktator e burt. Po nëse se mund ta nxjerrim te Grida Duma. Për shembull Bibi Netanyahu mund të ishte Zanta Ush, jemi Linda Kaçanaj te Grida Duma, i pastron ajo imazhin. Si janë hajdutet e tjera. Në base ja kemi futur kot. Ja brar vetë ata të gazës. Domethënë kjo është analiza ime vëlla. Kjo është analiza ime, unë nuk gjej, unë e shikoj, gjëja më e thjeshtë është ndodhte kjo që të ndodhte. Pra një Amerikë që do psohet dita ditës, sepse ka 80 vjet që punohet për dobësimin e Amerikës. Kur unë bërtisa që Amerika po dobësohet, edhe shkruaja që student, merrin më për idiot o për delirant o për anti-amerikan, pastaj kur u fuqizua, Çfarë viti? kur u fuqizua zëri, emri e imazhi anti-amerikana, kupton? I anti-amerikanti se po kritikon Amerikën. Çfarë viti? Dhe ja ku në 2015, 2016, 2014, 2013. Sa kam qenë student domethënë, nga studenti që të fillon ajo lapsi e letra e gjitha që ndihesh më i pjekur intelektualisht, se duke ndër me rreth intelektualisht. Për shembull, gjithë e duar trokisin Obamën, unë se shikoj dot me sy Obamën, a kupton? Është presidenti më i dobët që ka pas në Amerika. Ai u zgjodh vetëm se ishte me ngjyrë. Hajde tani po vendosim edhe, domethënë mbajmë mend po nuk erdhi koha që një transgjinor apo në gay apo nuk e di në një që ndihet qend ka për tu kandiduar si presidenti i Amerikës. Po mos thoni pastaj se na e futi Kina. Çfarë s'ka nxjerr Amerika? Greta Thunberg. Tani 13 vjeçë, ta ha mendja ju ta besosh njëri 13 vjeç. Më flasë mua një vajzë 13 vjeç për vrimën e ozonit. Kupton, është ofenduese për mua më valla. 13 vjeç asaj nuk është biologjikisht femër. Është fëmijë akoma. Do të fliste Greta për Greta ka vajtur dhe në Forbes. Qofse do ta dish shumë për çmim Nobel për paqen për çka ka qenë kandidata ka pler. Nuk e di. Greta Thunberg 13 vjeç. A kuptoni tani çfarë bëhet? Greta Thunberg besohet një vajzë 13 vjeçë që ngret lëvizje në Amerikë. Jo. Valla jo. Late night show. Late night show. Beautifully. Kush është amerikani mesatar, është ai që bën 2 punë, shkon mas ditën në shtëpi në orën 6, ha dinerin, ndes televizorin dhe shikon Oprah Winfrey. Me ca bira, kupton aty dhe zë gjumi, Homer Simpsoni. Ka 40 milion shikime, një faqe YouTube që thot si erdhi patatja në Amerikë. Dhe ka ca komente, wow, really? Janë amerikanat aty pa. No, kjo është, kështu jemi si qenie njerëzore ne. Kjo s'ma habit. Jo shemi nga kënaqësia. Domethënë, me inteligjencën natyrale që kemi ne shqiptarët, që ndoshta na e ka krijuar edhe vetë natyra, se na është dashur të mbjetojmë ndër vite, ndër shekuj, po të kishim atë krenari që kanë amerikanët pra një shtet super fuqi botërore, do ishim shumë ndryshe vëlla se sa këta. Jam shumë i bindur. Po nuk mendon se mësohesh. Kina e kanë poshtur gjithë botën me një gjë vëlla, me funksionalitet. Në eficiencë është 100. Nuk është estetike, nuk është e bukur. Pra, një mjet kinez dhe një mjet amerikan, mjetin kinez ti e merr edhe për $2, ai është super eficient, mund ta përdorësh 10 vjet pa të prishur, ndërkohë që mjetin amerikan ti e merr $2000
mund të digjet direkt pas garancisë 6 mujore apo 1 vjeçare, po ti nuk e bler softin, ke bler hardin, domethënë ti ke bler vetëm pamjen. Ti ke bler punimin, se e ka bë bukur, vendoset gishti këtu, që mos prishet thoj, tjera me radhë. Pra, në qoftë se perëndimi është fasad. Është fasad, Kina është strukturë, vlla. Dhe këtë duhet ta kishin menduar amerikanët. Elita amerikane duhet ta kishte menduar këtë. Është shumë e thjeshtë. Fajin e ka Kina se u fuqizua shumë. Jo, vlla. E ke fajin ti që nuk e pe fuqizimin e Kinës. Domethënë teksa Kina rritej edhe fuqizohej, Amerika ishte duke marrë me të drejtat e gejve. Nuk mund të kuptohet një gej pa iPhone-in e vet, dole e shpreha. Futbolli botror, gay pride, e kishte edhe kapiteni i futbollit e kishte me 7 ngjyra të ylberit tu. Po. E prapë po ja, kjo është. Kjo është pra. Çështje prioritetesh. Çka ke pas prioritete? Ne si shoqëri nuk e di. Ka pritet ndryshme në vlla. Ua, po zhdukemi neve, po popullojmë, po qa pret, duke ndjekur Big Brotherin, duke ndjekur fermën, duke ndjekur lloj pacientësh. Qa pret, duke shkatruar arsimin, duke shkatruar mendimin kritik, duke shkatruar, domethënë çdo gjë duke bërë të keqe, po the çifut e keqe, po the këtë je konspiracionist, po the kshu je i zi, po the këtë je mizogjen, po the kshu je, domethënë çdo lloj gjëje që është e keqe vëlla. Kujdes po se thuhet, përfunduan pastaj. Domethënë para 10 vjetësh ti ishe gej, ishe turp. Njëherë për mashkull. Pas 10 vjetësh të vjen se nuk e gej ti. Seriozisht? Ke ngelur Neandertal akoma? Po, si prava mbetje. Ka ndodhur. Dede. Po dakord, jam dakord me këto faktin që kultura të fusin ujë dhe çojnë në këto rezultatesh. Kultura e popullit, me që po flasim bottom up tani. Me që po flasim nga aspekti i kërkesës, që prodhon një ofertë të tillë, padyshim që ajo është edhe më kryesorja madje. Por tani unë prandaj shprehem skeptik nga tani në vijim për pikërisht këtë arsye. Se nga aspekti bottom up tani ka ndodhur zimi në Amerikë flas, në Shqipëri jo, fatkeqësisht. Jo ka ndodhur, po ndodh, po them. Fatkeqësisht Shqipëria është përshtatur me shumë gjëra, për shumë lajme që ndodhin, shumë skandale, nuk çojnë më në reagim popullor dhe prandaj është ajo situatë që është. Besoj se nuk e di deri në çfarë pike do të quhet gjendje alarmante shpopulimi. Nuk e di, duhet parë, duhet studiuar me ndonjë rast në botë deri në çfarë përqindje duhet largohet populli që pjesa mbetur të kuptojë që ka një gjendje emergjente vendi. Nuk e di a ka një rast tjetër si puna jon, që duhet ta kuptojnë njerëzit, që rrugët janë pa fëmijë, nuk e më zërat që dëgjoje më parë, fshatrat janë bosh. Në Tiranë mirë, po të kalosh në fshatra ashtu bosh. Janë bosh, pa rrugë, pa asgjë. Edhe ato malet që i merrnin gjërat nga natyra, domethënë, totalisht prapa mbeti, edhe ato malet do ja marrin. Nuk do kullosi do të më ai mali ai, sepse është paketa e maleve që ja merr malin. Ja merr bimët medicinale që ja ka dhënë natyra prap, nuk e ka dhënë qeveria bimët medicinale, ja ka dhënë natyra, i merr hapësirat, i merr çdo lloj burime ujore, për shumë çka tjetër që ka mali, që i ka natyra, Shqipëria e shqiptarëve, domethënë, koncepti ja merr paketa maleve, që nuk thot më Shqipëria e shqiptarëve. Thot Shqipëria e imja, thot qeveria dhe pastaj pas fjalës imja vin shumë agenda më pas. Edhe kështu ne në këtë mënyrë
as nuk do të ngacmohet ajo ndjesia e nacionalizmit, sepse ne genocidin po ja bëjmë vetvetes. Kur të vinë të huajt, genocidi do ketë mbaruar. Kjo është puna. Ata që do vinë nuk do të duhet të bëjnë një largim. Ne largimin po e bëjmë vetë. Neve e vetmja gjë që mund të bëjmë në këto kushte që jemi për të vendosur pika mbi i vlla, është që t'i bëjmë ata të ndjen skllavopronar të mirë, ta trajtojnë mirë se po marrin skleverit e tyre indian dhe Filipinas. Ne do jemi shoqëria e privilegjuar e atyre. Ne jemi vendasit. Ton do vinë edhe skleverit, Ne jemi bio. edhe baronët. Ne jemi bio, po. Po. Çfarë do të shpendet? Do shpërtikur natën, po s'ke ku tikës, janë bërë gjitha vendet njësoj. Ti ku pa ti ku do, kupton? Se kjo është e keqja. Po kjo është mirë pastaj. Ne do jemi me njerëzit kështu. Ideja është që neve do ikim ore, po ikim nga trut. Nuk është problemi tek ajo. Problemi është e trurit. Po ikim nga trut çoku. Nuk janë shenja të mira këto. Nuk e di pse dalin këtu, më dalin në komentet në anglisht të live-it, nuk e di pse. Gjithsesi, Tedi, në qoftë se nuk ke ndonjë pyetje tjetër, i nderuar, koha jon është drejt përfundimit. Se nuk jemi as në gjendje shëndetësore të mirë. Kështu që illit. Jepi drejtim Tedi. Rregull, pra unë do të falenderoj njërë gjithë ata që na ndjekin dhe që na ndoqën dhe që janë të interesuara për tema të ndryshme me realitetin qoftë global, qoftë në vend, qoftë për të reflektuar, jo domosdoshmërisht për të rënë dakord me një ide A ose B, por për të reflektuar dhe për të mbatur në punë sistemin qendror radh parë, se është një sistem tepër i vlefshëm për çdo popull, besoj. Me sa informacion kam unë, është një sistem tepër i vlefshëm. Dhe gjithnjë domethënë me që në fund prekëm çështjen e kulturës shqiptare, gjithnjë duke goditur dita ditës, duke synuar dita ditës që mos ta lejojmë popullin ton që të shijojë kënaqësinë e rehatisë që vjen nga mpirja. Pra rehatia që vjen nga mpirja, rehatia që vjen nga mos absorbimi i dhimbjes. Po jo për arsye se nuk ka dhimbje ose se nuk ka goditje që të shkaktojë dhimbjen, por për arsye se goditjet kanë qenë aq të shpeshta saqë nuk ka më mundësi për t'i perceptuar ato, pra vetëm mpirja. Dhe shpresoj që popullin mos kalojë në këtë fazë. Popullin ka kaluar në këtë fazë, por shpresoj mos degradojnë më tepër në këtë fazë. Njerëzit mos mpihen dhe të reagojnë, sepse duke ndenjur kështu, ajo mpirja një ditë do të çojë në goditje aq shumëta saqë do të ketë aq shumë gjakderdhje, po vazhdojmë me të jetën simbolik saqë trupi vdes. Pra shoqëria vdes. AKA shoqëria vdes. Ndonjë gjë apo ta mbyllim? Kurse unë do të thoja vetëm diçka që vrisim menjen se kemi të gjithë mundësit për ta kuptuar realitetin, pa dëgjuar ta mendje mëdhenj shumë. Ju uroj natë e mirë të gjithëve, ne ju kërkojnë ndjes për gjithë to kushte mizerabël, dhe shumë e drejtë që nuk na ndiqni dot, se s'keni insist na ndiqni, ne bëjmë thjesht për mos qenë në mungesë tuajën, por këtë javë mbyllet dhe javën tjetër fillojmë Real True Podcast. Natën